Presidenti serb Aleksandar Vučić është shprehur se është shumë i shqetësuar për aleancën mes Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Duke folur para gazetarëve në margjinat e konferencës së sigurisë në Myni, ai tha se ende nuk e di pse po krijohet një aleancë ushtarake mes Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit. Ai paralajmëroi se kjo është arsyeja pse Serbia do të investojë më shumë në mbrojtje, ndaj sipas tij, në vazhdim 30 ndoshta deri në 40% e prodhimit ushtarak do të destinohet drejt për drejt për Serbinë. Me formimin e një aleance ushtarake të Kroacisë me Prishtinën dhe Tiranën, ne jemi seriozisht të rrezikuar dhe do të merremi me këtë çështje me shumë seriozitet. Së shpejti do të marr pjesë në kolegjumin e shtabit të përgjithshëm dhe të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë dhe do të vizitoj të gjitha fabrikat e industrisë ushtarake. Do të investojmë një shumë të madhe shtesë të parave në fabrikat e industrisë ushtarake, është shprehur Vučić. Në mars të vitit të kaluar, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan një deklaratë bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Në paktin mbrojtjes thuhet se 3 shtete do të bashkëpunojnë për rritjen e sigurisë dhe stabilitetit në Evropën juglindore. Ministrat e mbrojtjes të 3 vendeve mbajtën një takim më herët gjatë muajit shkurt, ku diskutuan për zbatimin e kësaj deklarate. Ndërkaq, pas një takimi mes gjeneralëve të ushtrive të 3 shtetave të mbajtur në 11 shkurt, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia do të zhvillojnë stërvitjen e parë të përbashkët gjatë këtij viti. Këtë deklaratë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, presidenti serbe ka përshkruar si një aleancë ushtarake dhe sulmuese kundër serbëve dhe Serbisë. Vučić po merr pjesë në konferencën e sigurisë në Myni, e cila është një nga mbledhjet më të rëndësishme ndërkombëtare gjeopolitike të vitit. Në konferencë marrin pjesë qindra udhëheqës dhe politikanë nga e gjithë bota, në mesin e tyre dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ndërkohë nga Shqipëria do të ishte kryeministri Edi Rama, por ai nuk ka udhëtuar drejt Gjermanisë.